Pra ku jemi? Erdhëm dhe super këngë e re nga Naser Berisha. E urojmë personalisht. Naser, mirëmëngjes, të përshëndesi. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Naser. Mirëmëngjes, ju përshëndes edhe më falënderit për ftesën. Shumë këngë e bukur, edhe shumë kënaqësi që jemi ne sot, edhe shumë komplimenta. Besojmë se kjo këngë do ecë dhe do jetë një nga këngët më të dëgjuara të momentit. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për mua që të jem prezant në emisionin tuaj. Dhe në fakt ky mendoj që do jetë hiti, ashtu si sta edhe Rej tani, nga këto hitet e tua që bëhet vetëm për në verë, me sa duket apo jo? Sakt, të kësaj radhe pak e kam ndryshuar zhanrin, do të thotë nga baladat që njihen shumicën e raste për baladat mira, kësaj radhe kemi bërë një këngë pak më ritmike, pak më pozitive, pak sa jo me vujt por më kënaq. Po pra, si që edhe teksti e thotë. Po, do të thënë Kishe ndërthurje në fakt të disa zhanreve brenda si këngë. Kishit luajtur, kishit eksperimentuar pak. Po, një pop folk, pastaj ka dhe gitare me distorsion, cilët sa do pak e prek edhe zhanrin tem, që normal që e preferoj, e kemi ngërthy pak nga çdo scen nga pak. Si ka nisur kjo këngë, pra? E ke kompozuar vetë mbase, apo ke pasur një ide për këtë material? Po, realisht, para dikur 3-4 muajve kam fillu si ide që ta shkruaj tash një këngë, pasi që të bëjmë disa vite në mosh, pastaj ulesh edhe mendon pak për filozofon, pak për jetën, edhe i kalon nga përvoja të kalumës do të vendos me këndu një këngë për të sotmen, me jetu jetën sot, mos me bajt shumë debë për djetë që ka ndohë, sepse ajo ka kaluar, por edhe jo shumë gajle për nesër. Dhe kjo knatësia e momentit që të kapet momenti edhe të jetohet ashtu si që është. Duke kaluar me fest, pra, kështu si që edhe shëm në klip. Po kjo është një nisje e projekteve të tua verore? Realisht, unë publikoj më shumë të 2 deri në 3 këngë brenda vitit, e kjo është vetëm e para e këtij viti, besoj që edhe 1 ose 2 do t'i përfundoj. Mjafton për mua, pasi që edhe vetë jetoj në Gjermani, do thotë nuk jam që tankohën jam prezent në Kosovë në për media kësaj. E shfrytëzoj rastin kur vi pak në pushime, bëj një këngë, bëj një videoklip, e plasoj, si sa. Po, patjetër. Dhe më pas fillon bëhet virale vetëm sa ka kaluar 24 orë. Po shpresoj tash që ka kaluar 10 lishin, po, është mirë, është shumë mirë, e kam pritë shumë mirë publiku, natyrisht diçka e re nga unë, sepse nuk jam mësuar që të bëj këtë lloj këngësh, por detyrisht e kam pritë shumë mirë. Atë do thoja, ku të fletë shpirti? Rezonancë shumë pozitive. Ku të fletë shpirti, Naser, tek baladat apo tek të këngët ritmike që ke filluar të nxjerrësh tani? Realisht tek baladat, njëhem dhe si këngëtari baladave, për shkak ngjyrës zani që kam i flenë më shumë balada, por edhe kjo besoj që e kam nxjerrë shumë mirë, edhe besoj që do të ketë sukses, shpresoj s'paku. Po rrethi yt i afërt ka qenë mbështetës për pjesën e kësaj kënge, pra donte të shihte ty si një Naser ndryshe? Realisht unë vetë doja tash janë një Naser pak më ndryshe, por atë arsye edhe fillova e shkrojta këtë këngë me një tekst pak më ndryshe, me një zhanër të muzikës pak më ndryshe, natyrisht që Shkum Devirusi është një nga producentët më të mirë që kemi shqiptarët, edhe e aranzhuam këngën, videoklipin e bën me Bug Production nga Gjilani po ashtu, nga qyteti i cili po ashtu edhe unë vi, dhe ka dalë një videoklip i lezetshëm, veror, atmosferik, s'po di çfarë ta them. Shumë bukur ka dalë, po pjesa tjetër e materialeve që do nxjerrësh brenda këtij viti, siç the, do jenë po prapë eksperimentale, pra do eksperimentosh edhe me to apo do kthehesh në origjinë? Do kthehem në origjinë me një balad të mirë, do të kthehem dikur ka shtatori, tetori. Naser, se mos bëre ndonjë xheloz me këtë klipin? Me këto goca, me rini, se shumë rini kishte ai klipi. Jo, unë i kam kaluar atë moshë, unë do të mundohem të këshilloj këta trici ta jetoj jetën, që aty është qëllimi. Okej, super. Dhe në fakt është e vërtetë që gjithmonë ka njerëz nostalgjik që dëgjojnë këngët e tua prej vitesh. Dhe në fakt i zgjedh që her pas here të vish edhe në Tiranë për t'i kënduar ato. Ke ndonjë projekt të radhës për? Patjetër. Patjetër do të zakonisht brenda vitit 2 deri në 3 kërkesa kam nga Shqipëria, kam qenë para 2 muaj visha në Tiranë, po ashtu në Durrës, dhe shpresoj që edhe gjatë pushimit verore do të ka kërkesa dhe të vi edhe përsëri të performoj atje. Dhe do ishte fantastike. Gjithë njerëzit sa po i lajmëron ti, janë biletat e shitura atje ku je.
Po, rezervimet, gjithmonë rezervimet e tavolinave jam gjitha të rezervuara. Pra, kam dëgjueshmëri shumë të madhe për shkak të statistikave që shoh në Spotify në faqen time, shoh që Tirana është gjithmonë top 1, top 2, më së shumti nga dëgjueshmëria e këngëve të mia. Fantastike. Sa dorë të je bashkëshortja në realizimin e këngëve të reja, në klipet që ti bën, të ndihmon me ideja, e dëgjon ajo e para këngën para se ta nxjerrësh apo jo? Definitivisht po, natyrisht unë në shtëpinë time kam studion në Katin përdes, do të thotë e gjithë Kati i përdes është studio, ku punoj edhe është personi i parë i cili është në kontakt me demo këngët e mia, ende të pa zhvilluara deri në fund. Natyrisht jo që është muzikalisht profesioniste në këtë drejtim, por e ka një sens shumë të mirë dhe gjithmonë kur më ka thënë se kjo këngë do të del mirë, ashtu në shumicën e rasteve do të thotë ka ndodhur ashtu. Edhe për këtë këngë kur ja kam prezantuar do të thotë ka pas një bindje që ka më kanë një këngë verore shumë e mirë dhe shumë ritmike, shumë me energji pozitive. Dhe ti i beson asaj, kritikës së saj? Pa i pak po, natyrisht i kam edhe bashkëpunëtor tjerë dhe Ershatin, gitaristin, cili më përcjell mu që 20 vite, pastaj Virusin kur e planifikuam që ta orkestrojmë te ai, natyrisht edhe ai dha mendimin edhe plot atë anën profesionale të producentit, edhe ka dalë një produkt i mirë. Po, përsa i përket festivaleve tashmë që zhvillohen në Kosovë, festivaleve këtu në Shqipëri tashmë që fillon stina e tyre, a do kemi mbase një prezantim tënde në festivale, ke menduar se publiku mund të dojë të çojë edhe në skenë të madhe këtu tashmë aktiv? Jam menduar gjatë tam të drejtën që të marr pjesë ndonjëherë në një festival, ende nuk kam mund ta bind vetën sepse kam pasur qysh në fillim të karrierës, kam pasur një përvojë të keqe me festivalet, edhe nuk kam konkuruar më asnjëherë. Do të thotë më është refuzuar kënga, jo as nuk kam hyrë në planin e gjerë, do të thotë që të vije të performoj, edhe jam dëshiruar kështu që një herë kam konkuruar dhe më nuk kam aplikuar asnjëherë. Ndoshta i vije dita që përsëri të aplikoj edhe të vi, por për momentin jo. E pra, po kur mos thuaj kur, që si dihet. Po, sakt. E vërtet. Dhe në fakt ne të urojmë shumë suksese, faleminderit shumë që ishe në emision, dhe sepse di shumë që ti je gjatë gjithë kohës i ngarkuar me intervista. Po. Dhe ishte kënaqësi që ti ishe me ne. Me shumë dëshirë do të isha prezent aty te ju në studio, por fatkeqësisht i kam shumë ditë të kufizuara, tash për momentin jam duke hyrë në një studio tjetër për një intervistë të radhës. Ju faleminderit edhe një herë që ma dhat mundësinë. Faleminderit ty. Ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi. Gjithsesi për gjithë nostalgjikët dhe për ne vetë do të ndjekim një kolazh tëndin në këtë moment. Të përshëndesim atëherë. Çdo të mirë për ty në Gjithë të mirë, mirupafshim kolazhin edhe më pas kthehemi në studio.